për hajrë paqë për koftë. Që është ajo fjallë? Hajrë paqë për hajrë koftë dhe ti. Për hajrë Bajramit. Hajrë paqë dhe ti të për hajrë. Faleminderit, për hajrë Bajramit. Besoj dora djathë është ju dhimt pi ditës gjeshme të po për hajrë. Si do që tjetë ka qenë një ditë e jashtëzakonshme me energji shumë të mirë, me shumë pozitivitet, me shumë dashuri, me shumë respekt edhe me gjithë çka të mirë që ka sjellë festa e Bajramit. Kështu që e kemi paralajmëruar që edhe sot kena me qenë bashkë për me uru, edhe për me diskutu edhe temën e sotme që e kemi përgjedh, e që nuk ka të bëjë me Bajramin, kështu që do t'i kombinojmë që të dyja. Mirë se erdhët, uroj që jeni nis një muaj të mbar, një javë të mbar, edhe pse sot është rrethënishe, halos ka nis prilli, po pe llogaritim që ka nis zyrtarisht se e hanë diqysh. E hanë fillojnë me tonën të rrethënitin. Me nis muaj të martën diqysh. Po si ka plan. Si ka është një prilli. Diçka i koftë ti muaj, oj fion. Pse? Pedi ku pe qet. Po shpresojmë domethënë me qenë më mirë sa ta. Më mirë sa ta muj tjerë, po edhe po shpresojmë domethënë mi u zgjet. Krejtë kena tani muj. Amo domethënë që ky prilli o temë ran, që ky prilli o temë ran, s'diçka të them. Nese, po për vete e kam se për juve që keni me marrë dhurata e keni shumë mirë. Po shpresojmë që keni festuar dhe festofshit gjithmonë, po shpresojmë që kudo që jeni shumë mirë edhe me sheqerin, edhe klimora si po për tartina, se po ndëgjova domethënë që shumica njerëzve që nisha bëshin problem bre kafja, ne kënej problem bre. Nëse sido që tjetë merr një vetëm për një javë sheqeri, ai sheqeri i baklavës, këto tjera papet kaleshin, po ai pak temeron. Para se me fillu me telefonata, tu ne pju bëj thirrje për me na tregu edhe për pjesë të ngarkuara në komunikacion nëse ka tilla, edhe pse sot është pas se ka qenë kryeqyteti shumë ai qetë se sa ditëve tjera. Për ndryshe, ne po e dëgjojmë këngën e parë hyrëse që vjen nga Shkodra Elektronike, e kish bo videoklipin, një videoklip shumë i mirë dhe po shpresojmë që kjo këngë me bo fituese Shqipninë, se definitivisht është njëna prej këngëve pjesëmarrëse në Eurovision, prej këngëve më të mira. Edhe po shpresojmë që kjo këngë me bo fituese Shqipërinë këtë vit. Të paraqitjes skenike gjitha këto, por u gëzova edhe për Shkodrën Elektronike që fitoi, se u vlerësua një këngë shumë artistike, edhe një melodi, edhe një orkestrim, nuk e di. Mos bon atash kësi juri edhe voice, po u vlerësua edhe mblem. Mos vjen kesh mi thonë e mirë bre. Edhe sa ma shumë që dëgjoni, çaq ma shumë kam ju pëlqy, po ja u jap si këshill, se në dëgjim të parë mundet mos më ju pëlqy shumë në start, po tu e dëgju kam ju fiksu edhe juve. Nëse për mi u fiksu juve që jeni në përvetura se ku duni me shku mi marrë derivatet më të mira, mos harroni që po vazhdo me qenë ajo oferta tek Petrol Company që keni 6 cent zbritje në litër në derivate për festën e Bajramit. Mundri me shku tek secila pikë e Petrol Company, mundeni gjithashtu edhe me u bë pjesë e lojës shpërblyese. Po vazhdoj me pas një lojë shpërblyese Petrol Company për juve që doni me fitu shpërblime. Shkoni në Facebook edhe keni me mësuar se çysh janë rregullat e lojës shpërblyese, çka do të më bëj për më u bë pjesë e lojës shpërblyese tek Petrol Company në Facebook ose në Instagram. Veç kanë arritë edhe telefonatat e para, bënu gati për baklavën, ma baklavën e pa. Shka vëzhon, përshëndetje, baklava parë, që përparim të ja i mirë, që shje, që ka të e. Urimit pesta Kurban Bajrami, që shallë me shumot, që shallë me shumot. Nuk është Kurban Bajrami, po si do gjetit faleminderit. Amen. Që shkallove për këtë fest? Shumë mirë, shumë fort. Vjen mirë. Përparim, tema për sot është kjo, çka harron zakonisht? Çka harroj? Po, mas shumë ti çka harron? Me piuj. Po, çka ju pi, Jo, do të përgjigje të çka përparim. Interesant. Po, ka njerëz që thonë, "O, harroj me piuja." Dikur vjen tema për sa do të mu hidratu, sa gota ujë në ditë. Një bashkë me ty, po. Po, domethënë njerëz ka që harrojnë me piuj. S'kisha një. Ani mos harro përpare, mos harro se trupi ka nevojë për ujë, mu rrit, mu zhvillu me punu mirë, me funksionu mirë. A ec keri pa derivate, nuk ec? Po jo ec, tash kam rrëve kiret me rrim. Po vaj pa rrim se ec? Me diçka duhet dhe, me diçka? Me diçka po ma. Edhe uji i ka ato rrymat e veta. Nejse, hajde faleminderit, përshëndes shumë. A komën 100% e kom dhe? Hajde përshëndetje. Hajde së Bajram sot. Ha?
Po përshëndet besimderat shumë, fligjit, edhe dish më dhënë është di. Poli përshëndet aty. A kina i lista? Ko lista? Me çfarë konge po do mi përshëndet? Pikmere më shere, hajde të lëmjere. Bravo për varimin, hajde tong. Tong, kalov shmirë. E shtërëm edhe me knu për varimin, deshti. Dhe pikmerama, Ani pikmerama shero, na shkojna. Jo po shkojna. Po shkojna me pikmerama, s'ki qka me boja. Jo, deshtave shku në Luksemburg. Ban? Sloveni, Gjermani, Zvicër, pa tjetër. Jo qëto, Suedi, sa rova me përmen. Me Pristinatiket.net mundeni me shku në krejt këto destinacione edhe muri këthy, me çmimet më ekonomike, kështu që hyeni, vizitoni Pristinatiket.net me i pa çmimet, me i pa datat, kur ka fluturime, e gjithçka tjetër, keni check-in online falas, keni 20 kg bagazh falas, çan dorë deri në 6 kg, ku po doni më mirë. Plus 2 destinacione të reja janë shtu, në Köln ka nisë që nga 8 marsi, ndërsa në Bremen kanë me nisë në Korrekt, nëse s'ka bëj. Kështu që hyni në Pristinatiket, e gjeni edhe në rrjetet sociale. Oj fion sa foto e shardh urime festa Bajramit. Ka din kësi urime me foto. Po, shumë kanë ardhur. Jo mundu me lyp gjenjo për me u dërgu shok me pak me. Se s'falshet, më thon kum pas plot. Jo hina në Google po zgjesha kur kush tash e janë modernizu pak. Tash te Klam Radio ke mujt me hi edhe ke mujt me marr, domethën sot dush me. Tash na kom pushim s'ke mujt me i fa. Gjell. Po vazhdojmë po arrin Aloça si foto. Faleminderit shumë. Po faleminderit. Ma mirë është ta vish me urime shkurt, diqysh bjem, nejse s'ka lidhje, qysh dani, s'ka lidhje, vish urani, po ne vish shëndet ku muru, do shtam numrohet, vish shëndet ku më thoni inshallah keni, qaq. Sa është mirë, besa vish shëndetin me pas tjera që po thujmë bohëm vet. Alo, përshëndetje, s'po bëjsh në asato vet. Përshëndetje, Arsim. Kush na përshëndet? S'moni. E di fort mirë, Asmon. Po ne di, po vjona s'pedin. Asman si e? Faleminderit gjithashtu urime edhe për ty. Asman, çka harron zakonisht? Zakonisht në tërmim, nëse ku shkoj me blene në vetë shërbim. Bo hitët me najtë tërkohën online, me thonë më s'perre Do më thonë sot shkon market, kur t'jepët një porosi për me blet diçka, ti e prej atyne që kthejesh pa një diçka, ose me një diçka që s'ka vyhesh. Shumë e bëki, ta kum pas kjerën 3 herë për një stani më me morë, kum harru. Do më thonë ti ko ke prej atyne që s'bën me të shumë market heq. Ja, s'bën ty me të shumë market. Që s'kam të orë për shku. Ose nëse e qëni Asmanin market, mja shkru qka ko? Mi shkru, a më shkrimin e mirë sa apet arsuetohet se lexojsh. Jo ase në farmasi. Jo shkrimin se arsuetohet se lexova, se di sa ke shkru. Faleminderit shumë, je i mrekullueshëm. Përshëndesim shumë. Përndryshe, mos i veç ke punat e vetura që e përmeni Asmani. Go Plus pi energjike numër 1 në vend e ka një kampanjë. Po i dhuron 16 vetura Avatar 12, nuk ka 12, po është 1-2. Qashtu është, se kish qenë Avatar një se ju midje, ku më këshyrë fion ju metë në ta. Do me thonë a këna thonë pa kapim. 12, po është 1-2. 8 Shqipni, 8 në Kosovë kanë me udhuru, përndryshe bo një pjesë duke pi Go Plus, edhe është një kod aty nër kapakin kur të hapni, që ata e dërgoni tek loja goplus.com edhe boni fitues potenciali një anës prej këtyne veturave të mrekullueshme. Sa ma shumë do më thonë koda që dërgoni qash, ma shumë mundësi keni për me fitu një anën prej këtyne sa 16 bukuroshëve. Se 8 këtu, 8 atje. E kish bo një prezentim simpatik edhe Mirani në Instagram. Qa kish thonë, e kish pas ka godit e këshyri ma vonë. Miran, e i këmë thonë, Miran, kur ti bën që to dërgomi njerë mu. Se po mike. Veç bonja, aty është një mundësi për me bo favorite edhe të vi notifications në bët. E bëj, po ikin. Alo, përshëndetje, telefonata. Alo, përshëndetje. Alo, kush telefonon? Arsimi në telefon, a një mirë? Arsimi? Arsimi? Po një Arsimi kena që në studio, tash edhe një. Shumë jena. Shumë po të provë. A një mirë, urime fes, po e bajrome. Falimderit urime dhe ty, shëndet e gjithat mirat. Falimderit. Qka harron zakonisht Arsimi? Po, zakonisht harrej me ble buka njerë. Ka njëherë, edhe ty po harrejsh me hangër buka, a vish me ble? Jo, me ble, se me hangër së harrej e. Kur tullet me hangër tani nuk harron? Tjetër qka harron?
Tjetër valloj ju, diçka s'harroj kështu. Se ka gjë trunën në shpejt e kam. Okej, mirë. Po m'pëlqen. Faleminderit Arsim. Faleminderit për respekt. Faleminderit shumë Arsim. Çka harroj zakonisht nuk e shtu mendu, çka harroj. Çka s'harroj na oj Fion. Po harron njerëz. Telefonin nuk e harroj kështu, po e harroj jo valla. Javën e kaluar me harrova, po të veç se ke ashtu këshyr. Rando. E harroj ku e kam milion. Domethënë. Po do e kish harru krejt, domethënë u çun 500 veta tu thirr në telefon. Jo ato, jo këto, derisa po edhe mu kështu besë një kolege e kishe harraqëm, thëshin. Cila është ajo, për çudi, thësha, që treni edhe sa po punej ka. Po bre, me harru që ke, me harru që ke harru. Çdo është edhe më e keqja. Pa kur të harroj çka ku më harru, tha tani rrej. A dën se s'kam çka po, s'kam çka, rrej tani ja nisi me rrej. Ipko, për juve që nuk dëni me harru se na ju rikujtojna edhe jeni më pak prima te Ipko, keni mundësi me shku me bleni televizor me 24 këste, 24 këste, tek Ipko, në dyqanet e Ipkos mundri me shku me i ble këta televizor, shkoni atje, vizitoni dhe merrni informata ma shumë nëse doni. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje ti. O, si e Abedin? Mirë, faleminderit, urime festa Bajramit. Faleminderit Juve edhe Fionës. Faleminderit edhe për neve edhe për Fionën. Edhe për juve urime. Si kaloni? Juve dhe Fionës? Neve dhe Fionës. Do të thonë e din që në vetin 100 të gjithë në mision. E din njëri. Pa e keni një shigjet që aty po do këta dini shtimush të kur mori dome për këta. Mira, me një ven jena po, veç që e kena bo që ashtu, po për ndryshe mire the ti, unë se vetin 100. Hajde! Po, veç simi 4 ekrani i ko. 1, 2, 3, 4, sa mikseta, sa... Edhe një shtu poshtë, se ke pati, po. Jo, ta se poshtë. Se ke po dhe një poshtë të kam, s'kam qysh mirë për të Abedin, mire ka. Abedin? Porna. Qka harron Abedine? Abedini harran zakonisht veç telefonin, makin, krejt i senet i marrë, shkoj me ble, edhe i qaj denat, kur këshyri telefonin harraj, gjithmonë kërë. Okej, do më thonë te harron telefonin makinë, se unë e kom një kojshis, nashta mos po më shet, po më nina i kojshia, se unë gane, di që unë gane. Aja harron me mbyll derën e fundit veturës, gjithë diçka hapelen. Edhe krejt kojshia ja dërgojnë aty në grup një foto, o kojshim shele derën. Po, edhe, nëjse dhe? Qka të që të polit, të? Abedin. A ka mundësi me i përshëndet 2 vetë? Pa i përshëndet një sot, hajde se Bajram s'kena qka me bo përshëndet një. Faleminderit shumë për përshëndetjen. Fionën në vëcimin i përshëndet. Cimat. Faleminderit shumë përshëndesim. Cimat. A vetëm që sa për çarim jeni atu qesh, se kur the derën, Cimi kur e përmendi derën që harron një kujshim me mbyll, më kujtu vetja, domethënë, kështu që çka do të thoni sot ka me gjetë veten në njërin prej përgjigjeve. Me telefon, me derë, me çka të derën e veturës, ja kish pas mbyll edhe më lani një letër. Garazhës. Garazhës. Ato harron njëri. A mo me dal prej shtëpisë me derë krah çel. Po me dal pi veturës, me lani derën që me hec. Me derë krah çel, derën e shtëpisë. E lën çela dhe nuk e lo, kanë dhënë. A vetëm të përshëndet. Se ka i fel, ku me dish ka me dal dhe në fund. Rënokshin fëqinjët. Tung. Për që ata dhëtë me pas këshit e mirë o i Fionë, mi avde, ka një motor, ka një ves. Edhe me tim shel dyrë të stanet që hekrim në ta ikpi rryme, telefonin me ta. Gëm, blejav një ves, edhe nuk është trajt, edhe të njekim për mas, këshyrin apo harrën a i sen rrugës. Me bo me harru, thë që besa harrova telefonin shkën e merë. Vjen ta bjerë. Si se nina jas kolonën, as kur gjo. Për ndryshe, po dhe ju mundri me motorët e mrekullushëm. Tek Ventoro Motors by Automita, e gjeni tek Automita Ventoro Motors, keni Vespën, keni edhe shumë modelet e tjera, dhe ato me €1.80 në ditë, mundësh me u bo me vetur, si vetur besa, me motorin Vespa, ma i bukur se. E dhe më thënë kafe që si kina pi gjatë mujtë Ramazanit për shambull, ti këshim ledh ka €1.80 në ditë, një muj, një këst e këshim hek, që? Pa problem heq, pa problem. Ajde për presim tjetër në telefonat, qka haroni, alo? Alo, përshëndetje, Kimeti prej Austrijës. Si e një nderuar? Mirë, faleminderit shumë, mirë. Më vjen mirë. Urime festa Bajramit Fionëve Arsim. Faleminderit shumë. Dhe krejtve muslimanve kudo që gjinden ja voroj festa. Faleminderit urimet tona edhe për juve. Çka harron zakonisht?
zakonisht harroj terminet, me bu mos mi shenu në kalendor i harroj. A ka ndodhur me harru ai termin shumë të rëndësishëm për shembull? Jo shumë të rëndësishëm që janë, që për shembull kur të thujna me aeroplana, diçka këtu si harroj. Okej. Veç shtu ka herë termine që kam shumë, mos mi shenu në kalendor harroj. Nai masazh, nai flok, nai ly, nai thoj, nai. Jo, këtu ju, po ç'të nai termin. Nai termin malje, nai kontrolla, nai. Jo këto të mirat, mire partin këtu. Po të rëndësishme. Po të rëndësishme, po. Po ç'u harron flok, për shembull, ç'u harron njëri me shkute jeta. Ja, këto flok të këtu si harroj, po ç'to që kam shumë termine të tjera. Ku e harron tash llogarit? Kjo derën që e harron, atë jeta s'harron. Jo, se të mjeku, a di vesh për qefi kontrollat mi bu, se kështu me thonë diçka pa qef, a di nuk e harraj. Inshallah gjithë që shtu të shkon, veç për qef me lën terminet e mjeku. Hajde të përshëndesim, faleminderit shumë. Faleminderit ju në versi mi përshëndes. Faleminderit, tum. Për ndryshe jena drejt për drejt në goa.net, në glamradio.fm dhe në YouTube. Mundeni me na bëu subscribe, me na ndjek aty, po është një vend ku shumë subscribe, edhe me prek çat pull edhe sa herë natina, aty ju del që këta hin në live pa pas nevojë për me se s'harroni me na pa tani, nëse doni mos me harru, ju vjen një informat notification. Po. Që notification. Alo, përshëndetje. O ka larg. Fëmia. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Hamidja nga Zvicra. Hamide, si je? Mirë, faleminderit. Jo, ai mirë. Si po kalon Hamide? Mirë shumë. Si është Zvicra? A keni punu sa ju po? Sot po. Edhe na. Veç u merr mirë që ka dalë domethën festa ditën e diell, tu pas parasysh se po, për ne kanë qenë shumica në pushim edhe letë edhe për juve atje në diaspor. Hajde të lut na tregom se çka harron Hamidja. Për si zakonisht nuk shumë jam e përpekt në gjithçka. Ama diçka harron. Me harru veç telefonin sa herë dal. Domethën telefonin e harron sa herë del prej shtëpisë, del pa telefon. Sot e dal pa telefon. Chelsea nuk e harroj banesë sa po telefonin e hap. Ama puna me harru Chelsea. Pse harron? Se ki domethën, po është njëna që harron edhe Chelsea. Që dul poshtë. Pse se si është shumë i lidh me telefon as çka? Hiç fort jo. Po për çfarë tape harrëshë? Po se pas ke problem edhe me harru. Po, s'ka problem. Po m'pëlqejsh që pe harrëshë. Po tash kam e po. A ju më stanin Hamide? Hamide. Përshëndes ty edhe krejt diasporën. Faleminderit, ju përshëndes edhe ju në juve, urime festa Bajramit e kaloshi gjithatë. Faleminderit, përshëndesim shumë. Po lexoj se në internet ko kanë disa prej produkteve apo gjërave që njerëzit mas shumë të i po i harroj kanë në përpushime ku shkojnë. Njëna prej tyre ko kanë brushat e dhëmbëve, pasta e dhëmbëve, shamponi e këto, domethënë çka kanë të bëjnë me për sa i lojnë aty, a ke pa ti lojnë? Po zakonisht njerëzit i harrojnë ose shkojnë me idenë që i kanë hotel, po tash gjithmonë duhet me ditë se ku po shkon. Që s'munësh me shku bash dur thot. Ka njerëz që marrin jastëka me veti organa. Drejt. Ose s'mujnë me flajt, a ke pa Ametin nuk mundet me flajt pa jastakun e vet. E vërtet, ose për shkak të higjienës janë ndonjëherë që janë pak më vezveseli kështu. Se ku më di çka ka shtia një jastak. A vizot unë. Ai ka gjasi, ka gjasi. Ha, se vizot unë vjen te kopi ja kshysh atë jastak. Dum ja kshysh atë jastak shakon ta. Qa ka më qamë në të me pas, flok ju? Spedi, diçka mrena ka shtijaj. Nese. Mirë është me dashtë jasë të kënë tënë. Që telefonat? Po e presim tjetërën telefonat, po para se më shku të telefonat ati jasë të ku pje pak u i rrugove në bosë mirë. A ke po shishën e reoj, po, malaj i ri shumë i bukur. Për ndryshë edhe pse po doken kështu pak të mdhaja, jënë 0.25. Sa një gotë. Shumë të bukra. Sa një gotë. Alo, hajtë po e marë telefonatën, ta një të rëgoj për Brunot. Alo. Kush telefonon? Dorant Ibrahimi nga Boba i Bokës. Tun kalov shmi. Hajde të përshëndesim, po nëse urime festa gjithsesi, po e kemi përmend shumë herë që emisioni është plus 18. Shkojnë atë tjetra telefonat 049 978 978. Bruno, kondicionerët Bruno keni në për krejt Kosovën, ju që po mendoni tash me fresku shtëpinë, banesën, zyren, çka do qoftë, temperaturat pavarësisht që janë jo stabile për momentin, vera është e nxehtë, kështu që merrni më të mirën me 5 vjet garancion. Alo, përshëndetje, kush telefonon? Naime po dhe jo. Si jeni Naim? Mirë, faleminderit, urime festa ju koft. Faleminderit shumë, po t'ingllon si me qenë gazetar ose... Po t'ingllon si me konë krah, valla. Si me në thonë krah, e me folë si në krah. Shmëria e të folurit, zoni, dyqysh po ma jep kanë njësi si gazetar me qenë. Naimi nga Jam shtet, mirë, jam të kësirë këto në lajtë. Naimi raporton nga Padujeva.
Hajde, çka po raporton? A ka aty na një talivanosur nga shërbeti ditën e djeshme? Jo. U kanë Tetova, 120 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore për shkak të... Ja vjen fshat mirën, bravo! Sheqerit, domethënë, a mdoket kanë Tetov, mos gaboj, po mdoket kanë Tetov. Atje njëre kështu edhe në ditë normale mund të me eskalun sheqer, po. A po atje, sidomos gjatë muajit Ramazanit, ëmbëltorët janë kështu full me njerëz, edhe lloj-lloj ëmbëlsirash, si Prizreni. Po më ditë kanë marrë në injeksion gabim ose po ditë. Jo, po ka njerëz që kanë edhe probleme shëndetësore dhe ju hyj sheqeri për shkak të kanë mujt me provu shërbetin e baklavës i ka dalë me më shumë sheqer. Ajo kanë ndikuar me siguri. Hajde tregona çka harron zakonisht. Naimi. Zakonisht Naimi harron kanë herë veturën në qytet, edhe vjen me taksi të shtëpi. Një person që ka bërë shumë Një problem për kish pas bërë policisku. Hajde të regon ati që të kjo joti, bre. Atë ka ndodhë shpesh veç, apo veç një herë? Jo, ka ndodhë një 2-3 herë, po një rast të tregoj isha një vetë pa vetur, edhe mas je blem të një veturën, edhe isha mësu me orë me taksi, shkojnë në qytet edhe i marrë do harqam përësit i bashkër jam i marrë edhe këtu... A harrove na i sen aty në harq? Jo, shpinë e kemë të në rrugën kryesore, kur më pruni taksi deri të dera, këtu bashkërgja shkon jashtë, këtu para shtëpis jashtë, edhe dalën për i marrë ato kjesin dorë dhe u habita, ja po më këshirë mua qka ka ndodhë. Ja, për avën e i shikimit. Edhe, qka ke bo me kërë, thët, edhe ko për mua, thë mua me kërë im shkua. Cilin kërë njerë, për gjashtë rodë, dhe sa ta procesën truni. Ja, boja atina taksistit me dorë, thëm nalu, tu këthy taksin me shku mrapa, thët, edhe cilë, në gjomin të ta ke harrun, kërë në i sena, thëm oj jo, veturën e më harrun qytetëm, do të në harë me ty prafunin. Edhe shkum derin po të jevë të keshme. Shumë e morë. Nuk mujnë keme besu. E njënin shtu që e kalon para marketit. E i ka bojt sa në denjë shpe. Po. Nuk mujnë ka saj në besu, i ke po bëna i gore, ke olloj tash ju. A mu te e pas ke një arsyetim, se pas ke qeni kohë shumë gjatë pa vetur, edhe mande ke pas një zalu me në kohë ki denjë që s'ki vetur, dhe i sa ta ka pranu truni. Qysh bashkë në djeva. Po, unë e një dikën, një person që nuk po du mja përmend emrin tash se nështë edhe s'ka qef, se është man mosh, po dhe më thonë për shumë vjetë ka bo skenat të tilla, dhe më thonë sari ka do është vetura dykujt prej familjes, aj nuk ka ditë mjë të regu se ku e kalon veturën, se gjithë ka dalë me veturë u këthy pa veturë, amo gjithë, kështë është gjithë ka bo të lovi, po tashme, për shambull në Toyota të tregon në map, se ku e ki veturën, po. Unë e sarë parkuam për shambull para shpis, më vjen që veturën e kitë parku me këto, kështu që nuk mëjna me haru. Na imi të përshëndesim shumë, faleminderit për këtë histori të bukur. E urime festa gjithëve, faleminderit shumë. Ndryshe po është shumë mirë me përmend këto, se Toyota e ka një aplikacion për juve që keni Toyota, besoj që e dini, ose nëse nuk e dini mundeni me shkarku edhe me u regjistru, edhe me po se si është gjendja e veturës, po për shumë prej modeleve ka mundësi dhe më thonë edhe për me ndez klimën me lanë zetë ose për shambull është për mes a lunë rol edhe qelsi veturës për shambull që e ki me veti? Jo, hiç që dhe më thonë vetura si del se ti e ke po a kryon një zerë edhe ajo e din çfarë veture ke edhe si del prej veturës ajo e din po dhe të njëjtën kohë e ka që do të mirë që do më thonë mundësh me pa se ku e ke lanë veturën ku e ke lanë veturën, ku e ke parku edhe tregon saksisht që gjas moj se larg është, po mundësh dhe më thonë që hapësira do më thonë ku është po në momentin që parkohesh vjen punë, vjen një mesazh prej Google Map me lon dritaren qelë si ti ose me lon derën qelë si ti lajmëron po të lajmëron ta bën që se e ke lon derën qelë o i fion është veturë e mrekullueshme për haraqa po është veturë e mrekullueshme edhe për ata që i lajnë dritaret qelë pak kështu të tregon thotë shko se i ke lajnë dritaret qelë ose se ke mbyll një nder mirë lajmëron nuk ta mbyll veturën se njofton që jo zoti na rujt më afru dikush me prek ato dhe na vatu të thotë që po prek dikush tash robot nuk është mos të egzagjerojmë po është një veturë e jashtëzakonshme krejt modelet e Toyotës i kanë këto cilësi kështu që ja vlen secila prej tyre që e merr nëse do të vogël për kryeqytet me pak shpenzime, nëse do të pak më të madhe për familje, cilën do që e don ose do më sportive, e keni gjar sportin, ka shumë modele, kështu që shkoni në Toyota, tash ka ardhur dhe vetura më e re, shoh atë emrin se ajo full elektrike. Është si ai Gjar Plus.
Si e gjarë plus. Po si e gjarë plus është një veturë e jashtëzakonshme. Shumë e bukur. Shkoni në Toyota Autotrade i ka sjell krejt veturat për krejt kosovarët. Alo. Kush është harraçi i radhës? Alo. Alo. Përshëndetje, telefonata. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Ismeti. O Ismet, si je? Që mirë, ju që shkene? Mirë, faleminderit, edhe na shumë mirë jemi. Ismet. Çka harron zakonisht? Valla, zakonisht unë jam shumë i përpik, harroj kur gjove, zakonisht ma shumë të harroj grunë, kur shkoj me bledi, shka. Aja e ka zakon, e harroj, e ka zakon me dal ka 2-3 orë me qyrna përshitore. E tani ti pe harron, ha? Ti pe harron grunë e po kthesh në shtëpi. Harron njëri me konu dal, mire ki. Harron njëri. Unë s'po me shku ma thojra me këqyrë sena anina, kënira puna, dikon të nejtë, tu këqyrë telefon që shku sena, tu vitë shmija, po më thirë kuje. Kuj në shpet pas në harru? A bashkë kena dala? Unë e di që po shaka, po e di që dhe ka rastet tila për një me. Ta kopin tjetër kom për dore e shojnë së duja. Po më që ta kopë, në vërtet. E kom gruën shumë interesonë është kur dalë me do me bledi, shka para 2-3 orëve s'poj më këtë të shtia. Ma ne paske mirë. Ja zblin. E paske për mrekullizë dhe më thonë. Ja blen, shkon me ble krejt tjetër të kur vjen krejt tjetër të ka ble, që i ka po, i ka pëlqy. I ka pëlqy, po më pëlqej ka, po. Po që gjithmonë me ble, pse jo? Jo që kjo ka pëlqy. E morra që to më ka përdore, që shto është e farpune. Ja shtu anku, ashtu mbu. Jo më pëlqej e pova që to më pëlqej që shto. Faleminderit që na ke thirr. Qa me bo, s'ki qka bo. Zore paske Ismet. Për hajr festa Bajramit. Faleminderit gjithashtu. Faleminderit. Ton kalosh mirë. Ju përshëndet, kalofshin. Faleminderit gjithat mirat. Për ndryshe, Fion, po, jo trego. Jo, vazhdo, hajt tani. Kështu tregu për Enza Home që ka zbritje deri në 50%, deri me pasting, kështu që nëse doni me shku me ndru mobilet e juaja, me ndru stil, çfarë mobilet mira. Po Enza Home Çaklavic, në kilometrin e 6 u shku për Ferizaj, e keni edhe ja tash bedding për juve që keni nevojë për ata dy shekat e mrekullueshëm tek Enza Home. S'po diam ta tregoni historitë jamën personale, kështu ajo që ka të bëjë me Harris, edhe që po menoj që nështë është edhe zanafilla e Dema ka fundi se ke treguar shumë besë. Mos po menoj njerëz për me harraçe çështë. Jo. Si jeti bashkë çështë po nese. Tash nështë ka të bëjë me çato që më ka ndodhur. Mos është ajo shkaktarja, din tash me hi kështu psikologjisë me vetë nai psikologa ka mundësi ajo. Pse harron Fiona? Domethënë është kapitull i ri. S'ka të bëjë me pse harroj njerëzit. Po thu me lëm për fund. Pse harron Fiona? Po harroj tani unë. Po thu që harron deri në fund. Duhet me marri kujtu. Hajt shkruaj që aty na domethënë se e kena po na pret lidhje se po mas kësajna. Tani u po hajt. Çe telefonata? Se harron Fiona. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Enis, çu je? Mirë. Vjen mirë, urime festa. Faleminderit edhe juve. Ta prita e para, se krit puna uroni ju neve, kështu që unë e para po kom qefse. Faleminderit. Hajde tregom. Faleminderit shumë edhe nga ti. Çka harron zakonisht Enisa? A harron diçka shkruat po mbas pari pyetja se ka njerëz që janë shumë të përpikt? Në arrejse si jam unë. Po, që e gjetëm. Unë e qika. Kusho boba thu? Alo Sulejmru. Alo Sulejmru. Cimi është një kushëri i largët, nuk është bashkë i rrethë në ngusht, po as patoj jo. Djali hallës. Djali tezës. Hajde djali tezës. Ja, unë harroj me kulet, kam shumë problem. Me kulet. Okej. Kam problemin me telefon, po tash e kom lidh me orë, ku po është veç 5 orën edhe 5 orë. Po bon kështu. Edhe kam problem me njerëz. Kjo është me keqja. I harron njerëz? No, po nalet njerim. Bënë të bindon, jo dini, jam taku me juve, kom nejte, kom pi kafen. Qytet mjë po, në nuk ju nja. Neve dyve s'na nja? Tu na po ditë për ditë? Beso, tu na po ditë për ditë? Jo ditë. Që, ditë për ditë. Ka njerëz nalin rrugë, që shia e mirën vesin. Mirë të që shia. Ren. E më jenis. Unë dikur jes të i tonë Po më do këtë ka me ta marë epitetin.
Çfarë keni nisë ju? Po do me dal kjo nona ti shika. Nona, tezja, holla, gjyshja, të gjitha të me thonë sot po më duket. Jo, po më duket ti do me dal shika. A genetike, mëre. Po bajgare. Jo, unë e kom vetë, u qëre kita rres e kam prej vitit 2009. Se e bash? Dhe me thonë, se në vitin 2009 e kom kuptu djallin që e kam me autizm edhe prej atëherit, edhe kur kom bisedu me psikologën, son jam konte psikologu 2 vjet, kur kom bisedu me ta, më ka unë krejt, kjo është pasuje ngarkisës. është stresi, po. Kjo është më hi e keq. Tash janë shtu edhe do tjera. E kalçun lehtë. Tash janë shtu. E kom llogarit e kom harru me shku me marr djalin në shkollë. Oh, e pas ke tepru pak kështu. Ç'është kom tepru. E këto krejt sherri i punës, shumë vena punës. Edhe më thonë mësueset hajde marr se a ditë kombit nuk e di çka ish puna. Edhe harrojone kur shkoj djali shkon të çmend të kojt. E po të e ke pas të ngullit në kokë që vjen me kombi ai edhe tash... Që shushar së të në harraqen. Që? Po ja kuptoj. Po, mirë, kuptoj në që po kupa. Që shushar së të njëna tjetërën. Enis, faleminderit për shëndes. Faleminderit edhe juve. E kuptojmë njëna tjetërën, se nuk është që arsuetojmë, po e kuptojmë nga qyshtek. Po pa konë që është të tash ka njerë që edhe pandemisin të jalon fajin. Vaksinat, kënjani, virusi, Covid, bla bla bla. E qa ke tu thonë mësa rëse po shkojnë atë i në olbi mollë, diçka ke tu thonë? Tash mu si fëmim kanë harun janë shpe. Kërë më kone vogël, dhe më konë shumë e urt. Edhe më paketu, tak, me shku për, a? Genetike. Po tash dhe, ose është genetike, ose është traumatike. Edhe qysht janë. Lajtone aty, si zog. Kanë shku në kërë, po, cim, ka 7 fëmijë kur i bojnë, nëse na nuk jena 7-8, po veç bjen fjala kështu, domethënë pa haruna një selam. Jo, harron blem një kimi. Ka raste bilet që ja kanë lënë emrin 2 herë njëjtë. Fëmijë të parë dhe fëmijë të 8. Se kanë harruar. Po dhe. Jo na madh, jo na vogël, po. Është ngjarje vërtet në një fshat në Kosovë. Edhe më kanë harruar, a mos ka zgjat shumë, ndoshta një 20 minuta, derisa kanë dashur të nisin kerr, kanë kthyer mbrapa, janë krejt, jo s'janë. Jo 2 3 4 5. Ku është i shtati? Banes, hajde me marë. Kështu që ose është genetike ose traumatike. Pajgare, po bëjsim kur shumë e vogël, s'ko mujtas me majtë men, po e di si histori kështu. Qëre, po shkona dhe në Olbi. Tina, po shëndes. Krejt ka gotë qika. Kërkoj njës që përda qes zonin e zi. Po shkona dhe në Olbi mollë shpejt. Tani po rikthejemi se mos po harroj. Ka paka i qesim, po. Për këtë temë, duhet emisioni një 4 orë më konë. Mi qitë krejtë që ka këna bo. Qka harron zakonisht. Do më thonë vishë kjo pytja, adin po, adin sa sani del. Mos harron edhe njëra pjuri kujtoj për derivatet më të mira tek Petrol Company, mundri me shku me përfitu me zbritje derivatet më të mira në cilin pik tek Petrol Company, mundeni me i po në rrjetet sociale që është bo një lojë shpërblyse, edhe me u bo pjesë e lojës shpërblyse. Spela me prit ma shumë telefonatën se keshtu u gut. Alo, përshëndetje. Alo, përshëndetje. O, përshëndetje, Gazi. Përshëndetje, urime festa. Faleminderit gjithashtu, si e? Mirë, faleminderit. Jo, ai si ke kalu? Mirë, faleminderit. Qes që tu jena të këshyrë qa po harrojna. Ai njeri po harrën qa ka harru, po munu miri kujtu. Ava, shumë vërtetë. Qka harrën Gazi zakonisht? Në dy gjolla dhe mund që kështë shpesh më ka ndodhë, kerën ku kom veturën ku kom parkuë, me herë të mëhonë që më ka dash me tirë dhe policinë këtu, se më nëshë se më ka vjedhë dikush, edhe tash ka mbet vetura në garaj, në byllës garaj në dëra në së të, edhe taj kur fundi javës ku shkua e morë 200 euro dash e i pagu. S'ko lidhje për pagesë e shpesh rënë, po, edhe dhe më shpesh ka ndodhë ku kom parku veturën. Njo edhe harrej të hullat në kulet, për shamull harrej saj kam. Për shamull ndodhë i futi për shamull 1.000 euro. Po shumë të shpejt harrej për shamull
sa pare I kom pas aty. Tash më vetë mas gjysore, kur nuk e di. Mos I kallëzo dikoj na për shit pun. Mos I kallëzo se po. Ta kënaqshi koletën. Kjo kam ndodhur shumë për shpejt për ta 30 sekunda se për të marrë kohë. Kur kam qenë student, 50 mark në jap ke boba për me shku drejtim të mos 50 mark I kisha për një muj ditë. Kom para atëre, 50 marka I kalu muj. I kisha le por trener ka veshun, edhe I kisha fut sporët në trener. Atash dimër, mbi trener ka, ata sa atlete, I kisha vesh të por fermer, ka mos më mërdhi për me shku për drejtim. Atash lë pare, ku vetëm pare, se kisha më pare. Trek vetë po të ndur. Domthon sa ka mujtë me kone 1 minutë. Dhe mos sa I ko vesh fermerka. Sjan, edhe I jeka fermerka të gjua, për të ka sësh ka heshe dhe I lash kreta shi hupa, smarka. Edhe tash me janë 2-3 minuta e shtira dërët trenerka, kur orët të nëzër trenerka. Edhe këtu, edhe që kam dërë. Qështë në konë mujnë e ke kalu? Ja, për neve, po, për neve amat ku kanë që shumë. Një muj e ke kalu, po. O Gazi, po të përshëndesim shumë, po të falenderojmë për telefonatën. Gjithë mirat, faleminderit ty. Gjithashtu edhe për juve, faleminderit edhe familjen. Zoti është, më thonë, ka bo protein line-in, ato pijet me protein, budinkat me protein, me shijet ndryshme, me 27 gram ma shumë protein, se kjo proteina na nevojitet të për me muajt mem. Pa kështu që ku shkoni poshtë marketit, keni nevojë për pak protein, energjia, ne e merrni për Zotin protein line-in, aty e keni, e merrni Zotin edhe e shijani, nuk ka kësi farsenet shtume, jo ngjyra, jo aroma, jo kësi s'ka kur gjë. Më thonë është krejt natyrale, pa gluten, pa laktozë, është shumë e rëndësi, E kështë e lexuar një histori shumë interesant, pas ka ndodhur në 2023 në aeroportin e Frankfurtit në Gjermani, një personcim ka shku me vetur me Rolls-Royce. Që e kalon aty që s'di sa? 8 muaj. Jo, është një që e kishë lona ajo më shumë. Tjetër. Kjo është tjetër. Ajo me siguri e ka braktis dikush veturën te ajo ngjarja se te ky personi që po flas u rikthy me marr, e aty nuk është rikthym duke të kërkush, veç që aeroporti me siguri kanë pa që që ato që ka ka ndrujet personi, çka ka ndodhur, nuk I dihet. Po ky I mençuri këto, ka shku në aeroport, ka pas me fluturu për një kohë gjatë, domethënë jashtë vendit, edhe e lën aty veturën. Edhe kur kthehet I bjen mend që e kalon veturën parking 8 muaj. A di sa ajo ka bo parkingu? Sa vet kerri? Jo bash, se ka veturën shumë të shtrejt. 12.967 euro. Po. Edhe ka qitë në përjeta sociale, domethënë, to e majtë kryt kështu. 12.000 euro me pagu parking. 12.000 euro me pagu parking. E kish marru parkingun e vet, atin kjo është shqiptarit që e bën llogaritë. Nejse, alo përshëndetje ka edhe kësi njerëz. Alo përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Hajde jos përshëndetje, si jeni? Mirë, po, jo kesh mirë. Jo po shumë mirë. Urime festa fillimisht edhe tregona çka ke harru. Urime edhe ju ashtu ku gjithmonë. Interesant truni jam po harrën. Çka po harrën? Pashan, kur s'paguhet diçka, s'po paguhet tash. Çish po menon? Nuk ka diçka se s'paguhet. E harrej. Harrën dhe bomës me pagu, kjo harrën sanet. Du të me pagu për me mojt men. Për me mojt men. Hajde na I shembull konkret se diçka s'po më me kap. Ti ble një buk, thot okej, sa është buka 1 euro, 2 buk, thot am edhe 1 euro se harrej. Ha, çere sami. Harran. Punon njëri në transport, ta transportit janë çështë ta bojnë llogarin, do të thonë me dal me ec me ta llogaritin. Po, ta llogaritin. Çesë është jo, që duhet çdo me 6000 shku kilometrat. Qa? Okej. Po, e keni atë fletore, na? Edhe, jo, po, në tas, edhe, jo në far Rapidograf, po. Edhe, unë po harrej, sinqerisht po harrej. Edhe tash kur vim me përfundu, që nuk mund me përfundu pa e dhonë atë sakt me GPS sa ka hecë atin do dytë. Edhe I thash a diçka, apo më jepni ka 50 cent ditë, besëm se s'ka me harru. Tash se kjo po më duhet të do me pagujem për mos me harruane, okej. Edhe apo I merr ka 50 cent ajo. E tash nuk e di, e kanë një herë shqyrtim është, tash me vërtet, sinqerisht po më duhet të gjysh e pa vlera ja para. Domethënë çat ka me parë ky nuk e harron. Ti del me të me ec, se thirr Jozën I thua po vjen me ec. Dalim e bujmë një xhiro. Ky thot, te ku kena me shku, po dej në qendër po shkojmë, po kthehemi apet, nalim me pim një kafe, e llogarit me kilometër. Këta që në transport çështu e kanë.
e llogaritin me kilometër. Ja çojnë taksimetrin kombe. Edhe thonë ti për më dal me pi kafe me mut kushton 5 euro. Me çka bi për pjestanjoz, me kaloria, me çka? E kanë këta një farë taksimetri, e kanë dikun të vënum. Interesant është. Është ai nuk ka për neve. Unë thash, a mund është joz me rrugës ka të vjen me ma marr një diçka kum lonç aty. O thot pagum se harrej me marr. Po pro. Ja, ty. Çka koketi. Joz. Po m'pëlqesh joz. Pa? Bravo, po m'pëlqen. Unë sinqerisht po them. Jo, po të besojmë. Për shaj thash për me. Po më thon del me pikë dikon me shok. Atje. Për mu kthy në shtëpi gruaja do të më pagu, mi thonë shktheu në shtëpi, hajde sa harron mu kthy. Aty është tarif pak më e madhe. Aty nuk flasim për centa. Po. 50 cent 2 euro një. Çe? Jo, përshëndes. Jo, faleminderit, përshëndes shumë. Mare çysh pa harrë me na thirr neve pa të pagu kur xhose. Ai, jo kjo është argëtim i thrunit, sa nuk e harroj. Okay. Nuk harron më knoq. Hajde jo, faleminderit, përshëndesim. Miru dëgjofshim. Tung kalofsh. Hajde tung. A harron njëri me shku në Suez për shembull? Zbesoj. Edhe pse ka raste që njerëz e harrojnë shnetën, por nuk bën me harru, se aty ka masazha, ka sauna, ka pishina për natë për çka të doni. Mos harroni Swiss Diamond e keni në qendër të Prishtinës, tashmë ajo dihet, veç po e përmendim kështu si fakt. 038-220-000 është numri i Swiss Diamond nëse doni me rezervu qoftë dhomën, qoftë darkën në restoranin Iliria apo sauna, pishinat, çka të doni. Kena kalu po e kum pranu telefonatën edhe para se me pranu telefonatën mos harroni edhe me bodhë rrota të mira, po, me bodhë për feshka të tilla rrota të mira. Për shembull, si dikush dikush. Po, rubinin, ai aksesor, ai onoz, ai diçka din për mja lehtësu vetit edhe për mi pëlqy. Po kuptonin, shkonin në Ruben, qendër Prishtinës në Albi Mallës në Ferizaj. Kjo është telefonata e fundit për ditën e sotme. Alo, përshëndetje. Përshëndetje Simo, çish kam? Mirë, faleminderit. Kush na ka telefonu? Limoni. Liman, çka harron? Në herë një thamë ku më arrunën edhe jem ka rrit me ata. Kone ke arru, qka ke arru? Po në fili, një mësafir më morë për jashtë, vesh? Po? Edhe në fili kur në nëgjes, a ishë pasar herët në 4 në nëgjesit. Po? Mirë, po i ka orkesh më mësua të i bijumit herët, ati? Me thmija orë dhe me nëndë vete, me thmija me gruhe. Edhe kër kam 6 gjënën cile, ta jetë të pritë mërë mësafir limon të është vëlloj mësë më trajnë. Se di? Këtë këmë harru. Do më thonë ti harron mi pritë mësafir, ta po? Po. Mësë nësë fillë. Mësë me në me marë kitë rrugë se jetë në aeroport. Ku jeton? Jo, këto në Suedi. Okej, se bëjshim plan për nese. Jetë në aeroport që aty për si del me të marë. A jarë të shpia, a i ka orë. A i ka paramenaj të shpia dhe kjo ka arru lemona me mi thonë dilmerna në aeroport. Që aty në alen? Pik? Bilem, ade, gruja për ma pan, për që të shashtë njerit, edhe thmive ade me thmi. Ta shumë i thashtë i kusën nuk di dalavere. S'den këtë dalavere, dhe në aeroport si mësë me konë. Faleminderit Liman që na ke thirë. Kale është i mirë. Faleminderit. Urime fati Bajramit. Faleminderit gjithashtu, urime edhe ty edhe për krejt juve. Faleminderit shumë që jeni kanë pjesë se na doli jashtë minutave komplet. Deri nesër mos harroni me ep shumë dashni. Tung, faleminderit.